ku flasim shqip, gjeneratët e reja janë shkolluar, kanë dalë në mbon botës, pra nuk mundesh me barazvlerësu ti luftën e UÇK-s me Serbinë. Nuk mundesh me shnur Serbinë, edhe me thonë Serbisë që i dënuam edhe këta, e pe barazojmë luftën, nuk barazohet lufta. Agresori ka qenë Serbia, genocidiali ka qenë Serbia, kryer me Miloševićin, dhe na kemi qenë vetëm do djem të ri që jemi dalë me mbrojt pragun e shtëpisë tonë, se s'kemi pas ka shkojmë. Kemi qenë mbështetur për muri, na kemi qenë vdet. Kështu më mirë mja kthye fushën armikut, se sa me ardhur shpej me të vrarë, me të masakru, siç dihet kemi më shumë se 13.000 masakra që kanë ndodhur, 13.000 veç që kanë masakru, fëmijë pleq e vrarë. Tash para mendohet çka ndodh, domethënë ty dënohet një general i ushtrisë jugoslave, që ka qenë strukturuar, organizuar, planifikuar, ty dënohet 15-16 vjet, e në për lider ton, për ish drejtorin politik para mendohet kërkon 45 vjet dënim bërë. Kjo është e papranueshme, kjo është masakër juridike që është ndodhur. Po, Arber